Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka deklaruar se vendi ka nevojë urgjente për stabilitet institucional dhe funksionalizim të plotë të institucioneve shtetërore. Ai tha se partitë politike duhet të ulen për dialog dhe të gjejnë marrëveshje që mundsojnë formimin dhe funksionimin normal të institucioneve, duke theksuar se sfidë kryesore mbetet zgjedhja e presidentit, e cila kërkon konsensus të gjerë politik. Sipas Abdigjikut, edhe një qeveri me shumicë të ngushtë parlamentare mund të formohet, por stabiliteti afatgjatë nuk mund të garantohet pa bashkëpunim ndërpartijak. Kushdo që kërkon zgjedhje të reja nuk e do të mirën e Kosovës, u shpreh ai në Klan Kosova, duke shtuar se prioritet duhet të jetë arritja e stabilitetit institucional përmes marrëveshjeve politike. Ai theksoi se partitë duhet të analizojnë numrat në kuvend dhe të gjejnë zgjidhje që shmangin krizat e reja politike dhe sigurojnë funksionimin e rregullt të institucioneve.